Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, jemi sërish së bashku në këtë transmetim të drejt për drejt po nga Radio Televizioni Ora News në emisionin Me Syrin e Zemrës. Tema që kemi menduar për sonte është nevoja për besim tek njerëzit. Është një nevojë pa diskutueshme e njohur e parë rastisur që në kohët e hershme të gjithë popujt. Kjo varet në nevojë për besim i ardhur nga diçka hyjnore apo edhe i shpikur. Për të diskutuar kësaj temë, kam sonte të ftuar sociologun e njohur, është zoti Gzim Tushi. Mirë se kemi ardhur. Faleminderit. Dhe teologu i njohur, teologu i ri, drejtori i thirrjes në Islam në Komunitetin Musliman të Shqipërisë, zoti Elvis Naçi. Mirë se keni ardhur. Në fakt, nevoja për besim është diçka e diskutuar, e trajtuar, një nevojë pa diskutueshme për të gjithë individët dhe shoqëritë. Çfarë është njeriu të besojë? Spari ju falenderoj për ftesën dhe ju uroj për këto emisionet shumë interesante, shumë të bukura që keni organizuar në kuadrin e muajit Ramazanit, që është një muaj vërtet për besimtarët shumë i rëndësishëm. Natyrisht është nga 5 shtyllat kryesore të një besimtari të mirë kam lexuar, që është e rëndësishme, krahas xhillukut dhe disa gjërave të tjera, dhe ju këtë po e bëni shumë mirë sepse ka marrë një kontekst më të gjerë social dhe kjo është një gjë shumë interesante, është një merit e komunitetit musliman shqiptar, që po përpiqet të jap një rezonancë publike më të gjerë interesimit të njerëzve, sepse siç po kuptohet, çështja e besimit fetar është vërtet një çështje private e individit, sepse jetojmë në një shoqëri moderne dhe natyrisht është një relacion privat, por duke bërë këtë ne nxjerrim në plan të parë një nevojë atë që po thoni ju për besim, sepse është e sigurt që ka dy tendenca kontradiktore shumë të thella që janë ekzistenciale, janë shumë të forta, të cilat po krijojnë shumë pasiguri, shumë çoroditje, shumë elemente të tjerë, në të cilat njeriu nuk ndihet i sigurt në marrëdhëniet e tij me veten, me shoqërinë, me të tjerë. Dhe kjo ka një arsye shumë të madhe, sepse me sa duket moderniteti, me gjithë të mirat që ka dhe nuk mund të mohohet, është një prirje progresive e zhvillimit të shoqërisë, me gjithë karakterin individualist që ka marrë shoqëria, me gjithë një lloj tendence të madhe të njeriu të vetë plotësuar, të njeriu të vetë mjaftueshëm, të njeriu që i zgjidh gjërat vet, të njeriu që kënaqet, që ka para, që ka pasuri, që ka sukses, që ka famë, dhe mendon se këto janë të mjaftueshme për të qenë i vetë plotësuar apo për të sfiduar të tjerët dhe shoqërinë, duket që ka ca gjëra në shoqëri dhe këto duhet ta theksoj në mënyrë shumë evidente dhe në mënyrë shumë të veçantë, ka ca gjëra në shoqëri, ka ca nevoja të njeriu të cilat nuk zgjidhen materialisht. Domethënë, tek njeriu brenda krijohen ca vakume, ca boshllëqe shpirtërore, ca dilema ekzistenciale, të cilat le të jesh miliarder, le të kesh gjysmën e planetit si pasuri, ato nuk mjaftojnë, sepse nuk lidhen, nuk kanë karakter material, kanë karakter spiritual, kanë karakter shpirtëror dhe besoj që shpirti nuk mbushet me para. Trupi po. Dhe kënaqësitë konsumistike po, mund të kënaqesh në një moment që ke para shumë, që konsumon shumë, që ke vila, që i bën sfidë publikut duke qenë që je i suksesshëm dhe nuk kam asgjë të keqe, nuk jam kundër njerëzve që punojnë, luftojnë, të pasurohen, që të ecin, sepse në fundit edhe ato janë tregues progresit njeriu të suksesshëm. Nuk po flas për kategorinë e njerëzve kriminal, hajdut dhe të njerëzve ordiner me të cilët natyrisht nuk ka detyrë feja t'i korrigjoj, se është një gjë shumë interesante, thot një filozof dhe teolog amerikan, thot ai ne vërtet duam të merremi dhe me përdoruesit e alkoolit, të drogës, prostitucionit, me viktimat e tyre, por nuk kemi ne detyrë t'i korrigjojmë ato. Pra, nuk e ka feja këtë detyrë. Por unë besoj që institucionet fetare sot kanë marrë një rëndësi shumë të madhe. Për fat të mirë të tyre, moderniteti i nxori në evidencë vlerat e tyre, të cilat jo thjesht në shoqërinë tonë ateiste që kanë qenë totalisht të nihiluara, të pavlerësuara, të papranuara, sepse natyrisht feja është konsideruar opium për popullin, ka qenë një gjë e gënjeshtër, një gjë e pavërtet, etj, por sot pikërisht këto sfidat modernitetit, këto rreziqe, këto rrisje të njeriut, ky njeriu i deformuar individualisht, i kthyer në një qenie konsumistike që nuk di të orientohet, që nuk ka busull të orientohet shpirtërisht, ka nevojë për orientime të sigurta, për besime të rëndësishme, të cilat i japin atij një zgjidhje, një ndihmë në raport për të zgjidhur marrëdhëniet e rëndësishme me veten e tij, me trupin e tij, me shpirtin e tij, me mendjen e tij, sepse natyrisht janë 3 pjesë të rëndësishme të njeriu. Dhe unë besoj që nëse feja nuk ka forcë, po themi,
aq shumë sa duhet të themi që të merret me kujtun, sepse shkenca dhe feja janë dy forca shumë të mëdha që ndikojnë secila në mënyrën e vet. Pra, nëse shkenca është pjesë që ndikon në nivelin kulturor, në formimin mental të njeriut, ndërkaq feja është shumë e rëndësishme dhe besimet janë shumë të rëndësishme sepse ne po ndjejmë që njerëzit po na thahen shpirtërisht. Domethënë, më besoni, është një sfidë shumë e madhe. Unë nuk them se është vetëm feja që mund ta zgjidhë këtë punë dhe besimi fetar. Nevoja për besime nuk është fjala vetëm për besim. Do të ndjekim edhe një insert në lidhje me se sa të lumtur janë fetarët dhe jo fetarët, por të dëgjojmë edhe zotin Naçi. Zotin Naçi, çfarë është njeriu të besojë sipas jush? Me emrin e Zotit të gjithë mëshirshëm të shpëplotit, të doja një urim për agjëruesit dhe agjërueset. Tashmë po kalon dhe kjo ditë, janë minutat e fundit dhe i uroj atyre agjërimin e lehtë deri në fundin e këtij Ramazani dhe begatitë e panumërta të Zotit jenë prezente në jetën e tyre dhe të familjeve të tyre. Sipas filozofisë islame dhe konceptit fetar, çështja sepse njeriu ka nevojë të besojë, sipas Kuranit famlart, në krijimin fillestar të krijesës njerëzore njeri, është instaluar besimi dhe skalitur në natyrshmërinë e tij. Zoti thot në Kur'anin famlart dhe besimi është në natyrshmërinë në cilën unë e krijova njeriun tim. Pra presupozojmë se një njeri jeton në një vend ku nuk ka asnjë njeri, pra nuk ndikohet nga askush, qoftë nga prindrit, nga shkolla, nga shoqëria, dhe ai arrin në moshën madhore, është e vërtetuar që po ta pyesësh, a beson që ka një krijues dhe ka një Zot, ai do ta pohojë dhe do të thotë po. Për shkak sepse është e skalitur thellësisht në shpirtin njerëzor. Dhe çdo njeri është i prirur drejt saj, përveç në rastin, siç thot profeti Muhammed, çdo njeri thon të lind musliman. Pra lind besimtar në skalitjen e tij të shpirtit. Po janë thot familja ose shoqëria, të cilët e ndryshojnë atë dhe mund ta bëjnë ateist apo mund ta bëjnë me besime të devijuara. Po besimi monoteist dhe besimi i pastër, kërkimi i njeriu për ta gjetur Zotin e tij, është skalitur në fillimin e saj, është instaluar në shpirtin njerëzor. Momenti i dytë që njeriu ndjen nevojën e besimit, jam totalisht me atë që tha profesor Gëzimi, është që dhe kjo është aja e kuptimit të fesë islame, që do të thotë njerëzve ndoshta ka raste që i duket vetja shumë të mëdhenj. Por sipas botkuptimit islam, njeriu është një krijesë e dobët. Në Kur'an thuhet e krijova njeriu të dobët. Në një rast tjetër thuhet që njeriu e krijova me tmeta. Në një rast tjetër thuhet që e krijova njeriu të nxituar. Në një rast tjetër thuhet që njeriu kur është mirë bëhet koprac dhe kur është vështirësia ankohet shumë. Pra tregon Kurani famlar në panoramën kuranore që njeriu është një krijesë me shumë probleme. Për këtë arsye, në formën se si e krijoi Zoti, i la një mundësi. I tregoi që je i dobët, i tregoi që je me tmeta, i tregoi që je i nxituar dhe me probleme, por nuk e humbur. Besimi i cili unë do të sjell ty nga qielli, tha njeriu Zoti i gjithësisë, dhe Kurani famlar ka zbritur muajin Ramazanit në cilin ne bëjmë të sakrificë dhe krijohet një kompleks i kuptimeve islame dhe njeriu bëhet më i devotshëm. Tregoi pra Zoti që ti duke qenë i dobët dhe me probleme dhe me tmeta, ke një shans të madh, ke nevojën për besim. Nëse njeriu ballafaqohet me besimin dhe praktikon elementet praktik në cilën Zoti neve na mësoi, njeriu fuqizohet dhe njeriu bëhet realisht njeri. Po, faleminderit. Të dashur miq, do të ndjekim tani një insert të realizuar nga bazuar në rezultate të një studimi të zhvilluar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i titulluar që ata e kanë titulluar Fetarët janë më të lumtur. Do të rikthehemi sërish në studio. Fetarët janë më të lumtur në jetë se sa të tjerët. Ky është konkluzioni një studimi të ri amerikan i cili tregon se vlerat shpirtërore reflektojnë në aspektin social të fetarëve, gjë e cila u përforcon ndjenjën e lumturisë. Studimi i titulluar Feja dhe lidhjet sociale me jetën e kënaqur u krye me një numër prej 5.000 individësh të rritur në Amerikë, të cilët u përkisnin feve të ndryshme nga viti 2006 deri në vitin 2007. Pyetjet u drejtoheshin këtyre personave nëpërmjet telefonit. Fetarët ndiheshin më të lumtur në krahasim me bashkëkombasit e tyre jo fetar. Studimi tregoi se 28% e atyre që marrin pjesë në rritet fetare në vendet e kultit ishin të kënaqur në maksimum me jetën e tyre, në krahasim me 19.6% të atyre që nuk kishin marrë pjesë kurrë në vende kulti. Nëpërmjet këtij studimi, shkencëtarët kishin si objektiv të përgjigjen pyetjes:
përse feja lidhet ngushtë me lumturinë dhe kënaqësinë në jetë. Në fund ata konkluduan se lumturia fetarëve nuk buronte domosdoshmërisht nga ushtrimi i riteve fetare, por sepse vetë feja ofron formën e saj të komunikimit me njerëzit dhe e mbështet individin në mënyrën e tij të jetesës. Analiza e dëshmive dhe deklaratave të mbledhura tregon se marrëdhëniet sociale dhe identitetet e forta fetare janë faktorët kryesorë që ndërmjetësojnë marrëdhëniet pozitive dhe të ndjenjës së kënaqësisë në jetë. Fetarët ndihen më të lumtur në jetë për shkak se ushtrojnë rritet fetare kolektivisht. Kjo veç aftësisë për krijimin e marrëdhënieve sociale të forta me njerëzit që i rrethojnë. Por sipas studimit, fetarët e ndjejnë që i përkasin diçkaje më të madhe se vetja e tyre. Kështu kryerja e riteve me shokët më të afërt u fal më shumë kënaqësi se sa kur i kryejnë vetëm. Ky nuk është studimi i vetëm i cili nxjerr në pa lidhjet e fuqishme mes lumturisë dhe fesë. Në vitin 2008, një studim i përgatitur në Londër mblodhi informacione nga Mira Evropian, ku zbulua qartë niveli më i lartë i lumturisë në mesin e fetarëve, krahasuar me bashkëmoshatarët e tyre jo fetar. Sipas studimit, fetarët janë më të mbrojtur nga çrregullimet, nga jo stabiliteti ekonomik dhe ai politik, nga pasojat e papunësisë dhe nga ndryshimet e befasishme në nivel personal. Jemi rikthyer në studio të dashur miq, zoti Tushi, më bëri përshtypje një fjali. Fetarët ndihen se i përkasin diçka më të madhe se vetja. Dhe këtu ndoshta ka të bëjë edhe ndjenja e sigurisë. Sa ndikon besimi tek ndjenja e sigurisë? Po, unë besoj që një nga e përsit që ka besimi fetar në raport me të them me sillet laike, me sillet çekullare, të cilat janë natyrisht ato lloj mënyrash të ndërtimit të jetës njeriu, dhe ne natyrisht jetojmë në një shoqëri pluraliste dhe nuk i heqim të drejtën askujt që do të jetë laik, të jetë çekullar, që ndërton se e tham që janë marrëdhënie private, marrëdhëniet me këto institucionet e besimit janë marrëdhënie private. Dhe madje sot po flitet që edhe lidhjet me Zotin kanë filluar të bëhen të individualizuara, private, pra ka dhe ky është një progres i madh i detyruar i epokës së liberalizmit, të individualizmit të tjerë. Megjithatë, më vjen mirë që studimi amerikan evidenton një gjë shumë të rëndësishme. Domethënë, institucionet fetare, besimi fetar ka mundësi që njerëzit të bashkojnë nëpërmjet komunitetit të përbashkët të njerëzve që kanë të njëjtin besim. Kjo është një gjë shumë e madhe. Imagjinoni në kushtet kur shoqëria e sotshme ka prirje të atomizohet, të anonimizohet, kur ka prirje të shpërbëhet, kur ecën drejt prishjes së lidhjeve sociale, drejt hollimit të marrëdhënieve solidare, të solidaritetit, të gjitha dobësimit të zakoneve, traditave, një pjesë për tyre natyrisht do të ndryshonin sepse ndryshojnë kontekstet sociale, me sa duket prandaj filozofët e kohës moderne sot ngulin këmbë dhe thonë që institucionet fetare janë institucione të mëdha të sigurisë morale, të sigurisë komunitare, të lidhjeve, pra ato prodhojnë ka një tutkall të fortë social që i bashkojnë njerëzit për shkak të besimit. Dhe nuk është rastësi që njerëzit që kanë të njëjtin besim mblidhen në të njëjtat institucione të kultit specifik, ushtrojnë të njëjtin doktrin e cila sot për fat të mirë nuk është vetëm doktrinariste, dhe kjo është gjë e re që ka më në re në mënyrë evidente tek fetë e sotme, veçanërisht tek feja muslimane, e cila ka marrë një fizionomi të re duke ruajtur gurët e rënd të themelit natyrisht të doktrinës, sepse në fundit ajo e mbajnë, gurët e themelit e përmbajnë një doktrinë, ka filluar të jetë më fleksibile, të synoj lidhjen sociale, marrëdhëniet sociale, përmirësimin shpirtëror të njeriut, të shtoj dozat e besimit. Po më kujtohet i nderuari Alia Izetbegović, që ka vdekur, që është një nga idhujt e mi në fushë të sociologjisë, sidomos në fushë të sociologjisë fetare, është një brillante. Ai po bisedonim pak përpara me visin makinë për ministrin e sotshëm të jashtëm të Turqisë, Ahmet Davutoglun, Ali Bullaç, janë një varg njerëz, Oliver Roy, janë Tarik Ramadani, janë disa njerëz që sjellin ide të reja në këtë fushë. Dhe ajo çka ata ndikojnë është pikërisht që edhe njeriu i modern ka mundësi të gjejë pikërisht relacionet e tij përmes privatësisë, natyrisht përmes botës së tij shpirtërore, sepse ndihet nevoja. Dhe në këtë libër Alia Izetbegović sjell një shembull të një shkrimtari të madh, nobelist japonez që vrau veten, më në fund Kabawata, dhe ai thot para se të vriste veten ka thënë që njerëzit po bëhen të ftohtë shpirtërisht sepse janë ndarë midis tyre me mure betoni. Nuk është fjala thjesht
për muret e betonit fizikisht me cilat jemi ndarë në pallatet, dhe kjo është e vërtet që jemi ndarë me mure betoni me njëri tjetrin, jemi ndarë me mure betoni me fqinjin, me komunitetin, po ndajemi gradualisht me kushurin, me motrat, domethënë kemi filluar të kemi një ndjenjë mizantropie për të jetuar brenda vetes aty, siguruar materialisht, me derë të mbyllur me kyç, me lozë, me të gjitha mjetet e tjera, dhe kujtojmë që kjo është lumturia, jo si nga vetëm kjo lumturia. Dhe një nga arsyet e mëdha që po ndodhin edhe vetvrasjet është pikërisht mungesa e besimit në diçka të rëndësishme, në diçka të shenjtë. Njeriu, ja ky është njeriu. Brenda tij enden shumë gjëra. Besimi, qoftë ky fetar, qoftë moral, qoftë i çdo lloj besimi tjetër, i jep siguri, i jep një çimento, është një çimento që e forcon njeriu brenda vetes. Një motor. Tamam, në mënyrë që ai të gjej pikat e drejta të orientimit, që në vend që të bëj të marri jetën vetes dhe siç dihet, çdo lloj besimi fetar me sa di unë, për ata që bëjnë vetvrasje dhe në ferr dhe më fal dhe në botën e përteme nuk i pranon. Po edhe atje do ta vuajnë pikërisht sepse bëjnë një krim ndaj diçka që nuk e kanë nga vetja. Dikush tjetër ja u ka dhënë dhe ai duhet ja u marrë. Dhe jo, pra në këtë kontekst do të thosha që nevoja për besime, sa do vi shoqëria, sa më shumë moderne do bën, jam i sigurt për këtë punë, që gjithmonë dhe më shumë do ketë nevojë për të pasuruar shpirtin, për të forcuar shpirtërisht, për ta zgjeruar drejtëmori të shpirtin që po ngushtohet, që po bëhet gjithmonë më i vockël, dhe ky njeriu i mbyllur në guackën e tij të ngushtë, rreth vetes, rreth interesave të tij të ngushta materiale dhe konsumistike, kam përshtypjen që është njeri i deformuar dhe nuk mund që të jetë njeri që do t'i shërbej vlerave shoqërore. Po zoti Naçi, lidhje me ndjenjën e sigurisë dhe sepse ne ndoshta duke qenë pak më praktikant, ne ndjejmë dhe mund të japim një eksperiencë nga vetja jonë. Fjalia ishte e saktë që një çdo besimtar njeh dikën që është më i madh se sa vetja e tij që është Zoti. I sigurt i mbështetur tek ai. Dhe momenti i parë, po flasim për besimin islam, Zoti prezantohet në Kur'anin famlar me emrat e tij. I gjithë mëshirshmi, mëshirëploti, i gjithë fuqishmi, i gjithë pushtetshmi, ai që ka fuqi për çdo send, ai që i thot diçka e bëhu dhe ajo bëhet, i pari dhe i fundit, i fshehti dhe i patukshmi, ai që din gjithçka, ai që menaxhon gjithçka dhe ai që kontrollon gjithçka. Pra sunduesi real i universit sipas Kuranit famlar është Zoti i gjithësisë. Ai i cili menaxhon gjithë universin, të gjithë galaktikat që kanë miliarda yje, sistemin tonë diellor edhe tokën. Një njeri që ka këtë platformë të kuptimit të besimit, normal që në çaste kur ai ka pasiguri, ka se ku drejtohet. I ngren duart e tij dhe thot: o i gjithfuqishëm, o i gjithmëshirshëm, o ti i cili më krijove, ti i cili kontrollon gjithçka dhe kërkon zgjidhje. Kjo është momenti i parë. Ku ndihet i sigurt? Sepse nuk është edhe vetëm dogëm që ideja është me që është Zoti do kem zgjidhje për çdo gjë. Jo, ka edhe një realitet. Realiteti është ky. Nëse ne jemi të gjithë që kemi kaluar fazën e provimit. Çdo thot provim, vjen dita e provimit dhe ka dy lloj njerëzish. Të pasigurt dhe të sigurt. Të pasigurt janë ato që s'kan mësuar dhe studiuar, dhe të sigurt janë ato që gjatë gjithë vitit janë përgatitur. Në të njëjtën kohë mund të ndodh shpesh me mjetin me makinën. T'jap një shembull të thjeshtë. Je duke ecur me mjet dhe përpara shikon 100 metra përpara që ka polici. Edhe gjëja e parë që i vjen mend çdo kujt është: i kam mirë dokumentat në rregull të gjitha apo jo? Çfarë do thotë kjo? Pse ngul këmbë kjo? Kur gjërat vogla njeriu ndihet i sigurt kur është në rregull, po në raport me Zotin. Zoti i solli njerëzimit një sistem që quhet Islam, ku brenda saj ka norma të vendosura. Dhe unë them sot për çdo njeri që nëse do t'i zbatoj këto norma, këto ligje, këtë sistem dhe këtë Islam, do të ndihet sa më shumë ta zbatoj, aq më i sigurt dhe aq më i qetë. Raportet e para janë me Zotin. A e falenderon Zotin që të krijoi? A e falenderon Zotin për miliona dhe miliona të mira, thot Kurani, të doni ti për kufizoni s'mundeni dot. Pastaj, ai urdhëron të kesh një raport mirë me nënën dhe babain. Të kesh një raport mirë në familje. Tha shumë bukur profesor Gëzimi që ne kemi vendosur betonin mes. Kurse Islami nuk vendos betonin, po thot, nuk është musliman ai i cili vetë është i ngopur dhe komshiu është i uritur. Për shembull, apo me kolegun në punë ka nevojë për një sjellje të mirë, për një sjellje humane, për të qenë altruist. Unë mendoj që çështja e sigurisë nuk është vetëm një çështje fjale, është çështje reale sistemi që praktikohet apo jo. Dhe nëse neve krijojmë raportet sepse Islami është një ekuilibër. Zoti nuk thot falu gjithë ditën. Sepse ke nënën dhe babain, ke familjen, ke fëmijët,
ke shokët, ke kolegët, ke punën, ke arsimin, ke karrierën. Islami don ekuilibër në të gjitha këto. Dhe nëse sa më shumë afër ti je këtyre ekuilibrave, aq më i sigurt dhe aq më i madh do të ndjehesh. Dhe duke mos harruar dhe pikën e parë që tham, njeriu kur është në pasiguri, i lutet atij që ka fuqi për çdo gjë. Dhe kjo, sipas edhe sondazhit që ne e pam dhe kishte dalur, është e vërtetë. Sepse kur njeriu beson që është një i gjithfuqishëm dhe një që e ka krijuar, shpesh herë për shembull Kur'an do të gjejmë profetët i thoshin Zotit, unë dua udhëzim dhe shpëtim nga ai që më krijoi. Është një moment shumë interesant. Ai që të krijoi, ka edhe kujdesin për ty. Po çfarë pret Zoti i gjithësisë? Pret që ne t'i kthehemi atij, ta njohim atë më shumë, t'i lutemi atij, të zbatojmë sistemin e tij, t'i përjetojmë të mirat e tij dhe të fitojmë mirësitë e kësaj bote dhe të botës tjetër. Jemi një bisedë mjaft interesante, ne do ta vazhdojmë prapë pas një hapësire të shkurtër publicitare. Të dashur miq, do të rikthehemi sërish në studio. Të dashur miq, jemi rikthyer sërish në studio, po flasim mbi nevojën për besim. Zoti Naçi, cili është koncepti i besimit sipas Islamit? Ndërkohë që dihet se Islami ka marrëdhënia e Islamit ka ndryshuar si edhe koncepti i besimit, kemi kaluar nga një politeizëm në monoteizëm, cili është koncepti sipas Islamit i besimit? Do të thoja që çështja e monoteizmit është çështje që Zoti gjithmonë e ka sjellur në tokë. Sepse kur themi Islamit, kemi parasysh edhe fe të tjera. Është një çështje e cila shumë njerëz nuk janë të qartë, po edhe profeti Mojsi, edhe Jezusi, edhe Muhamedi, edhe Abrahami, edhe Nohe, janë gjithë profetët e Zotit kanë ardhur me të njëjtin mesazh. Mesazhin monoteist, mesazhin e besimit të qartë vetëm një Zot. Se njerëzit nganjëherë ngatrojnë, kujtojnë se njëra feja është tjetër dhe feja islame është tjetër nga ajo, është një risi që erdhi me kalimin e kohës. E vërteta është që ky është një karvan i madh profetësh që kanë pas po të njëjtin mesazh. Mesazhi i tyre ishte monoteist dhe mesazhi i tyre ishte i qartë në besimin në një Zot. Islami padyshim e përforcoi dhe e konsideroi, sepse në Islam ka disa mëkate të mëdha. U klasifikuan në fenë islame dhe mëkatet e mëdha u klasifikuan sepse ato e shkatrojnë jetën e njeriut dhe e devijojnë në mënyrë shumë të madhe. Siç klasifikohen pastaj edhe mëkatet e vogla, që njeriu duke kërkuar falje, duke kërkuar forcë nga Zoti, mund të kalojë këto etapa dhe mund ndërtohet nga aspekti karakterial. Problemi është që çështja e monoteizmit dhe çështja e politeizmit është një mëkat tepër i madh. Dhe i gjithë Kurani, po të shikosh me vëmendje në shumë herë në Kuran përmendet që Zoti i gjithësisë thotë fal çdo mëkat tjetër, përveç që të besohen më shumë zotra se sa një. Dhe vendosi piketa të qarta që klasa e parë, hapi i parë i besimit islam është që të besohet një Zot dhe i vetëm. Prandaj edhe Islami, siç u theksua edhe më përpara, përbëhet nga 5 shtylla. 5 themele. Nuk mund të ndërtohet asnjë lloj gradaçelash të veprave të mira islame nëse nuk ka një themel. Dhe hapi i parë i këtij themeli, kushti i parë i këtij themeli është të besohet që Zoti është një edhe një i vetëm. Ka shumë njerëz që në start dëshirojnë që ta pranojnë këtë si koncept, por në praktikën e tyre kanë probleme. Të besosh një Zot do të thotë që të pranosh që gjithë universi është ndërtuar prej Tij. Është një pikë që shumë njerëz gabojnë, ndoshta nga padituria dhe ndoshta nga keq kuptimet. Të kuptosh dhe të pranosh që je i fesë monoteiste, ka nevojë të kuptosh dy gjëra. E para, që i gjithë universi, ky univers madhështor që shkencëtarët sa më shumë studiojnë nga ai dhe nxjerrin konkluzione dhe ligje, kuptojnë që ai është gjithmonë i përsosur dhe i madhërisëm. Imagjinoni autorin e saj, Zotin e gjithësisë. Ky duhet besuar një dhe një i vetëm dhe nuk ka ortak në krijimin e tij. Në të njëjtën kohë ka dhe një moment tjetër shumë të rëndësishëm është që adhurimet që ne bëjmë, për shembull në muajin e Ramazanit. Agjërimi nga fillimi deri në fund bëhet me një qëllim dhe me një niyet. Që unë këtë agjërim e bëj vetëm që Zoti i gjithësisë të kënaqet, se unë po plotësoj një nga obligimet që ai më vendosi. Realiteti kush është? Që agjërimi që ti bën, Zoti nuk e shton madhështinë e vet, ai ngelet po Zoti i gjithësisë. Sikur e gjithë bota mos ta agjëroj askush, ai është po Zot. Problemi është ligjet që i vendosi për ne, i vendosi për mirën tonë. Kurse neve i bëjmë për respektin e tij këto ligje, sepse ai i urdhëroi ato. Dhe agjërimi, falja, haxhi apo zekati që u përmendën më përpara, duhet të kenë një koncept. Lutja duhet të bëhen vetëm në emrin e atij Zoti që ne besojmë. Zoti që ne besojmë është pra ai Zoti i gjithësisë, që zbriti Kur'anin, që zbriti librat e shenjtë, siç është Bibla dhe me radhë, ai që solli profetët, si Muhamedi, si Jezusi, si Mojsiu, si Abrahami, si Noe e me radhë. Ky Zot duhet besuar një dhe një i vetëm, dhe ky Zot duhet adhuruar një dhe një i vetëm. Ku ngatrohen njerëzit? E adhurojnë ose e njohin Zotin e gjithësisë, po shkojnë dhe luten tek varri.
apo Zoti na ruajt, ai na nderoi dhe tha lutuni ndaj meje, faluni për mua, agjëroni për mua, ne shkojmë tek një mal dhe kërkojmë ndihmë prej tij. Ka shumë njerëz që e bëjnë, mendojnë se po bëjnë diçka të mirë, po bëjnë diçka shumë të keqe. Se Zoti i gjithësisë hidhrohet shumë kur të thotë, ti sot nuk mund të shkosh dot të takosh kryeministrin. S'të lën bodyguardët, ke probleme me sekretaren e me radhë. Zoti i gjithësisë po të thotë, s'kam vënë as sekretar, as bodyguard, as njëri, ti mund të arrish shumë shpejt tek unë. Si, duke madhëruar mua, lutu thot direkte. Pse duhet lutesh ke varri? Pse duhet lutesh tek malet? Dhe pse duhet bësh gabime të cilat e përzihen besimin e pastër? Islami ka vendosur një tekst të madh hyjnor, që është esenca e Kuranit. Zoti e solli Kuranin, besimin islam për një qëllim. Të lidhet krijesa me krijuesin. Të lidhet njeriu me Zotin. Kjo lloj lidhje, edhe burri me gruan kur lidhet shumë bukur. Si mund të lidhet njeriu me Zotin në mënyrë të shëmtuar? Duke u lutur edhe Zotit gjithësisë edhe një Zoti tjetër. Duke besuar që universi është i krijuar prej tij edhe prej dikujt tjetër. Këto gjëra janë totalisht e papranueshme dhe besimi shumë zotra është një shkatrim i besimit islam. Zoti dëshiroi nëpërmjet islamit të krijojë atë lidhjen e pastër të kristalt midis Zotit, sepse është shumë interesante. Prindi, t'jap një shembull, më falë ata, se po zgjatem pak. Prindi me fëmin e ndjen shumë, sakrifikon dhe veten për fëmin. Kjo është reale, nëna dhe babai, por mos harrojmë diçka. Atë natë ishin të dy, u kënaqën, nëna e mbajti për 9 muaj, vetëm e mbajti. Ti thonte bashorti si fëmijës do t'i japim 4 sy, nuk ja jepshin dot. Zoti i gjithësisë u kujdes maksimalisht për të japi formën që ai dëshiroi. Kurani thot, dhe ai ju krijoi juve dhe ju formsoi në formën që ai dëshiroi. Që nën kupton që neve një lidhje e madhe është midis prindit dhe fëmisë. Po midis njeriu edhe Zotit që u kujdes që në bark, thot shumë shpesh në Kur'an, o njeri shmashtroi ty kundrejt Zotit tënd, që është kaq bujar i madh dhe u kujdes për ty u kujdes për ju që kur ishit në barqet e nënave tuaja. Kjo lidhje e madhe, ky besim i madh madhështor, sepse kur me prindin, i cili vetëm nëna e mbajti 9 muaj, thot ka 3 grada në krahasim me babain. Por lidhja njeriu me Zotin, i cili u kujdes çdo etapë të tij. Zoti është shumë interesante, është kujdesur për ne përpara se ne të krijoheshim. Ideja e tij ishte që të na krijonte përpara se ne të ekzistonim. Pra dashuria e tij dhe mëshira e tij paraprind dashurinë dhe lidhjen tonë me atë. Atëherë këtë besim dhe këtë lidhje ai e don të pastër, e don të kristalt. Prandaj monoteizmi është themeli dhe esenca e fesë islame. Zoti, në kushtet aktuale, ku njerëzit kanë të drejtat e tyre të besimit, jetuarit sipas mënyrës së tyre, pavarësisht në shoqëri demokratike, ka edhe probleme në disa persona, në disa grupe ka edhe probleme në mënyrën se si ata e përjetojnë apo se si e ushtrojnë besimin e tyre. Si qëndron raporti midis të drejtës për besim dhe të drejtës për ushtrim të besimit? Po, unë besoj që është një gjë shumë e rëndësishme fakti që shoqëria shqiptare në këto 2 dekada riktheu një të vërtet të madhe që e konsideroi të drejtën midis shumë të drejtave të tjera, të drejtën për të besuar e ka konsideruar si një nga të drejtat themelore të njeriut. Dhe praktikisht nga një shoqëri, nga një shkretir ateiste, domethënë rreth 50 vjet ku ndaluan gjërat e tjera, u deformuan marrëdhëniet e njeriut me fen, duke anatemuar atë, duke konsideruar si të keqen më të madhe. Dhe natyrisht ajo u kthye në një bumerang dhe unë jam i sigurt që në pasojat e këqija të deformimit të njeriut në atë epokë absolutisht mungesa e të drejtës së njerëzve për të besuar, e të drejtës së njerëzve për të bërë më të mirë shpirtërisht, e të drejtës së njerëzve për të bërë më human, më njerëzor, e të drejtës për të bërë më solidar, për të zbatuar pikërisht ato porosi që jep besimi fetar, në këtë rast dhe besimi musliman që i ka të qarta problemet e veta. Ato ndikuan që ne në vend që të krijonim, në vend të asaj ide që do krijojë njeriu i ri, u krijua një njeri pa din e iman, pa fe, pa besim që i thoni ju sipas asaj tuaj, pa besim të vërtet. Po një njeri i shkretuar, një njeri i deformuar, një njeri hipokrit, konformist, me 2 faqe, me një hipokrizi morale të jashtëzakonshme. Një njeri që ishte i detyruar të jetonte i sklavëruar në diktaturë, i cili ju nënshtrua një lloj besimi të madh në thonjza, i cili kërkoi të zvendësonte gjithë besimet e tjera siç ishte ideologjia marksiste apo ideologjia komuniste, e cila mori përsipër, tentoi të merrte përsipër të gjitha rolet e besimeve të tjera, të bëjë një doktrinë e madhe, imponuese, por
që e rrafshoj njeriu në mënyrë totale, i zhduku individualitetin, i zhduku privatësinë, marrëdhëniet e tij. Pra në një farë mënyrë e ktheu njeriu thjesht në një burm, në një mekanizëm të mekanizmit të madh të tij për ato qëllime që kishte ideologjike etj etj. Kjo u mbyll. Sidoqoftë, në këto 2 dekada e pak që kemi mbritur në demokraci, edhe falë rezultatit të politikave liberale dhe stimuluese të qeverive, të gjitha qeverive, në raport me fen, dhe mbi të gjitha si rezultati një ndarje shumë interesante në shoqërinë shqiptare të raporteve të fesë me politikën, është arritje shumë e madhe. Është një nga sukseset e mëdha. Feja në Shqipëri, domethënë i ka të ndara territoret e veta, nuk përzihet as me politikën, as me qeverisjen, as me problemet e tjera. Pra është në territoret e saj, ka misionin e saj, ka objektivat e veta, ka qëllimet e veta, synimet e veta për të përmirësuar njeriu shpirtërisht, moralisht, për ta bërë atë sa më me vlerë, duke i ruajtur raportet e tij me besimin e tij, me Zotin e tij, dhe kjo është një gjë shumë e madhe. Pra, kjo e drejtë themelore ka bërë hapin e dytë, atë që thash, duke i dhënë të drejtë njeriu që të ketë një marrëdhënie të personalizuar, pra një marrëdhënie private me fen. Private, pra do të jetë besimtar, i pëlqen të jetë besimtar musliman, katolik, ortodoks, kjo është e drejtë e tij, të zgjedh, të përzgjedh, duke respektuar natyrisht ato kodet e përcaktuara të tyre. Unë do të thosha që ndryshimet që kanë ndodhur në kohën e sotshme, ne padyshim jetojmë në një shoqëri moderne dhe ne kemi të pranishëm, nuk mund të them se të gjithë janë besimtarë, apo jo, ne kemi dhe njerëz që janë laik, janë shekullar, madje edhe ateistë, dhe besoj që kjo e ateizmit ose e afetarizmit është në një farë mënyrë patologjia që erdhi nga e kaluara, sepse në fundit unë them që kam përshtypjen që mund të ketë marrëdhënie të caktuara, edhe pse mund mos jesh besimtar klasik, edhe pse mund mos jesh militant në kuptimin të mirë të fjalës, besimtari i lidhur me një institucion është fjala, jo në kuptimin e një ushtaraku, e një ushtari të lidhur pas një besimi të caktuar, ato kanë ndikimet e veta. Një gjë është shumë e mirë. Vëre që gjithë një dhe më shumë ka tendencë të shtohen këta njerëz. Unë e shoh vetëm anën e mirë nga pikpamja sociologjike. Nëse njerëzit do fillojnë të besojnë, do fillojnë të përmirësohen shpirtërisht, shoqëria e jonë, shoqëria shqiptare vetëm mirë do ketë. Dhe ne kemi nevojë pikërisht për këtë limf të re që ka filluar në këto 2 dekada të rjedhë në shpirtin e njeriut, dhe jam i bindur që ajo do të ndikojë pozitivisht. Tentativat që po bëhen, diskutimet që po bëhen për ta futur besimin fetar edhe në shkollë, janë pikërisht nevoja të reja, të cilat pavarësisht kontroversave, debateve, sepse është natyrshme, janë ndryshime të mëdha, janë ndryshime konceptuale, nuk bëhen me njerë, nuk bëhen lehtë, nuk mund të thuash të bësh ndryshime, ka përgjime, nuk mund të gjitesh katin e 5 pagaluar. Po është, dhe u bë një debat i qytetëruar, më erdhi mirë edhe në instancat shtetërore, edhe në parlament, edhe në media, edhe në shtyp, u bë me elegancë, u bë pra nuk vura re që të kishte, si thua, reagime kontroversale të forta, apo të thyej, si thua, ky debat. Gjithsesi, unë jam i bindur që nevoja ndihet për këtë gjë, dhe nga viti në vit, me siguri marrëdhëniet e njeriut me besimet e ndryshme fetare do të jenë gjithmonë duke u përmirësuar. Doja të shkëputja, domethënë pjesa fundit, ishte interesante dhe mund të jap një eksperiencë që neve i shikojmë njerëzit që me të vërtet ka një fluks njerëzish që bëhen pjesë e besimit. Dhe do të bëja i thirrje, normal për njeriu edhe sot mund bëhet ateist, po edhe e kaluara ndikon ato që janë ateist, por do doja të theksoja qartë që nga besimi vjen vetëm e mira. Njerëzit për shembull që shikojmë që bëhen praktikant apo musliman klasik, do të shikojmë që kanë disa nuanca pozitive që unë mendoj, nëse nuk do të ishin pjesë e besimit tek Zoti, pjesë e Islamit, ndoshta gjithë jetën nuk do të kishin konceptuar disa gjëra në formën që i konceptojnë pasi bëhen besimtar. Për shembull, njoh njerëz që deri ditën e parë që janë bërë musliman apo kanë hyrë në xhami apo kanë filluar të praktikojnë, nuk e kishte prekur librin me dorë. Kur hyn besim do të njoftohesh që Zoti nuk i don ignorantët. Dhe kam parë kthesa të njerëzve që nuk lexonin fare, kanë filluar të shfletojnë. Po shfletove librin, fillon punon mendja dhe avancon. Kam parë njerëz që kanë ardhur, kanë hyrë në besim dhe nëna dhe babai s'ishin asgjë. Pikërisht në lidhje me këtë, çfarë ndryshon në këndvështrimin e një besimtari nga një besimtar për sa i përket këndvështrimin përkundrejt botës, materiales? Ne
Do të flasim për besimin, sepse unë jam i bindur dhe ne jemi pjesë e realitetit që ka dhe njerëz që nuk janë besimtarë dhe kanë një sër të mirash. Po flas për pjesën e cila është e drejtë. Jo, po ka dhe shumë njerëz cilët nuk janë besimtarë, nuk praktikojnë praktikat islame, po kanë një kod moral, kanë një jetë të rregullt, kanë një jetë familjare. Ne po flasim që jo të gjithë janë kështu. Dhe ato të cilët bëhen pjesë e besimit, gjërat themelore të jetës që çuditërisht. Unë me Gëzimin nganjëherë kemi debat në çështjen e jetës moderne. Shpesh herë ne e pëlqejmë atë, po unë shpesh herë në emisionin me Gëzimin kemi edhe debate si disa gjëra neve na duken të tepruara, të cilat çfarë bëjnë? E shkatrojnë jetën e njeriu ose ndikojnë negativisht në të. Çfarë ndodh? Ndodh që dallimi i atij që është besimtar me atë që nuk është pjesë e besimit, është që një besimtar rregullon themelet e jetës së tij. Çfarë do të thotë? E para, një njeri që bëhet besimtar ka parime të qarta për sa i përket respektimit të prindërve. Nuk mundesh dot të harrosh, të martohesh, të krijosh familje dhe të jetosh sikur s'ke nënë e babë. Islami është anti-azil. Nuk mund të mendohet që nëna dhe babai vetëm në raste ekstreme mund dërgohet në azil. Sepse siç u kujdesej prindi kur ti ishe i vogël, është obligimi joti që ti të kujdesesh për prindërit e tuaj. Çfarë ka diçka tjetër që sot po del në mod? Martesa e vonë ose mosrëndësia e ndërtimit një familje. Një musliman, një besimtar, një besimtare e para po të shikosh sot të rinj, thot kam kohë. Do shkoj 35-40 vjeç dhe pastaj do të martohem. Është bërë mod, dhe për femrat dhe për meshkujt. E vërteta kush është? Për çfarë arsye? Për arsye ekonomike, për arsye karriere. Ne themi, karriera ka një vlerë, ekonomia ka një vlerë, shkollimi ka një vlerë. Pa tham që Islami është ekuilibër. Islami don që të gjitha, po nuk lën anash familjen. Sa po lën anash familje dhe don karrierën, quhesh ekstremist. Sa po ke mendje vetëm ke familja, po lën anash arsimin apo karrierën, prapë jeni ekstrem. Ajo që e bën besimtarin të dallueshëm nga të tjerët, është që fillon të japi atij themelet e kuptimit të jetës. Nëna dhe babai janë një kryevepër. Ndërtimi i familjes është diçka shumë serioze. Arsimi është nga esencat e jetës muslimane. Nuk mund musliman dhe ignorant nuk kanë asnjë të përputhur. Dhe një gjë tjetër, më fal profesor, që është shumë esenciale, është që një besimtar musliman e ka kuptuar që sa starton që ka një luftë të madhe me unin dhe me veset e tij. Çfarë ndodh? Dallimi midis atij që beson dhe atij i cili nuk është pjesë e besimit. Njerëzit shpesh thonë, është pak dhe qesharake, po ta pyetësh çfarë qëllimi ke në jetën e kësaj bote, thotë jam lind për qef. Kurse Islami nuk thotë kështu. Islami thotë që njeriu ka shumë kënaqësi që Zoti i ka shtruar në autostradën e jetës tij, por ka dhe shumë pasione dhe vezë të cilat ai duhet t'i luftojë. Dhe këtu krijohet dallimi. Ne themi bota e vezëve dhe epsheve të egzageruara duhet ndaluar dhe frenuar. Kurse bota moderne ka disa koncepte që nuk janë thot një liri absolute, por që ne nuk jemi kundra lirisë, por liria me kufi që mos dëmtohet njeriu. Këtu me Gëzimin ne kemi pasur të unë mendoj ta kalonim pa debat sot me Gëzim, po natyrisht pak edhe natyrisht unë jam prapë i detyruar që të bëj reagimin tim, si natyrisht. Që është e vërtet kjo që në kohën e sotshme kanë filluar këto skllavëritë e modernitetit janë shtuar. Zakonisht edhe unë e them që shoqëria moderne përveç të tjera konsiderohet dhe shoqëria e qefit, por kur them unë këtë të qefit, nuk e kam në kuptimin e pejorativ të termit, do në banaliteteve. Sepse ky është problemi, ai i riu ose ajo e re, ai thotë kam lind për qef, domethënë kam menduar kam lind për vanitet, ajo me qef e di që mbushëm xhepat me para, në mod vetë të hat, pit, bëj qef të breth, shkoj në disko etj etj. Ky është perceptimi deformuar i qefit. I qefi në këtë kuptim është një shoqëri që të krijojë kushte të mira materiale, të jetosh me sa më pak privacione, të kesh mundësi të jetosh si njeri. Kjo është e para. Së dyti, unë e di që visi ka drejt që ngul këmbë që tek epërsia e njeriu besimtar në raport me njeriu laik. Unë them kështu, është e vërtet që njeriu i kohës së sotme, i kohës moderne ka nevojë për pika reference. Domethënë, jetojmë në një kohë relativizmi dhe është vështirë të gjesh pikat e orientimit të jetës. Një qytetar laik dhe një qytetar fetar janë të dy në thelb qytetar. Sistemet e besimit, sistemet e referimit, pikat e referimit se cilit njëri është kultura qytetare, humane, njerëzore, e moralshme, pa dyshim, pa diskutim, kultura, ndërsa një besimtar musliman, qytetar musliman,
ka doktrinën e islamit, ka kërkesat morale, ato parimet themelore të islamit janë absolutisht shumë të rëndësishme që ndikojnë në rregullimin e marrëdhënieve jo vetëm me teorinë edhe me besimin, por dhe me marrëdhëniet sociale, se këtu është problemi. Pra, në një farë mënyrë ne duhet të arrijmë në pikën që shoqëria e jonë të ketë një konvergjencë, një bashkëtesë normale, humane, të këtij qytetarit laik, I cili mund të jetë nuk do të merret me sistemin e besimit fetar dhe kjo është e drejtë e tij, por ama që ka një sistem rregullator, vlerash morale, me cilët ndërton jetën, ndërton familjen, ndërton progresin, karrierën, ecurinë në jetë, është I dobishëm, utilitarisht I shërben vetes, I shërben familjes, I shërben shoqërisë, dhe unë besoj që dhe ky njeri që është njeri që duhet ta nderojë veten e tij dhe ne duhet të krenohemi që kemi një qytetar apo jo. Ashtu siç nga ana tjetër një qytetar besimtar I cili beson, është partizan I besimit, e ndërton jetën me një sistem tjetër vlerash, I cili absolutisht është një sistem I qëndrueshëm, është tërësisht pozitiv dhe jam dakord me juve që nuk ka ndonjë gjë që mund ta konsiderojmë aq më tepër në kushtet e sotshme kur edhe Islami është I globalizuar dhe unë kam ndjekur autorë të mëdhenj të ditëve të sotshme, njerëz të shquar, jam drejtues të universiteteve të Parisit, të Shteteve Bashkuara të Amerikës, njerëz që e çmojnë dhe I zbulojnë këto vlera të mëdha të besimeve fetare, por në këtë rast me që po flasim për besimin Islam. Pra, them që ne kemi të nevojshme në shoqërinë tonë sepse ne nuk I bëjmë dot të gjithë fetar. Absolutisht. As nuk mund të pretendojmë që të gjithë të bëhen musliman, as gjithë katolik, as të gjithë të ortodoks. Do ketë ata që do të janë në mënyrë private, në mënyrë të lirë, do të zgjedhin besimin e tyre. Por ne na duhet që krahas besimtarëve të bëjmë qytetarë dhe këtë krahun tjetër, sepse kanë filluar të zgjerojnë këto skllavëritë e reja dhe unë kam shumë shpresë tek roli I veçantë social I fesë, te roli shërues. Feja është një ilaç I madh. Është një ilaç I madh të cilin ka një fuqi të madhe shëruese të cilin nuk e kanë institucionet e tjera dhe teoritë e tjera. Nuk e kanë. Nuk e ka as shkenca. Pse? Sepse ka disa verse sociale që janë përhapur sot siç është droga, alkooli, fenomenet e tjera të shëmtuara, krimi, vrasjet, vetvrasjet, që janë bërë fenomene sociale të cilat nga njerë duket sikur ilaçet sociale që përdorin janë më keq se sëmundja. Feja ka një fuqi shumë të madhe shpirtërore për të ndërtuar, për të shmangur deformimet që kanë këta njerëz, që largon nga rruga e drogës, e alkoolit, e prostitucionit, e këtyre veseve të tjera, krimit, vrasjes, vetvrasjes. Dhe në këtë pikpamje pritmënit për ndikimet sociale më të drejtë për drejtat fesë, si një nga institucionet themelore, si institucioni madh I sigurisë morale në shoqërinë moderne, sa më shumë moderne do bëhet shoqëria, jam I sigurt aq më shumë do ketë nevojë për besimin fetar, I cili është mjeti, është instrumenti I madh, I pazëvendësueshëm për të ndikuar në formimin shpirtëror të njeriut. Ka një moment që mos keq kuptohemi shumë shkurt. Është një ilaç, unë e them shpesh, është një ilaç Islami që duhet të ketë më shumë farmaci që të shitet. Dhe kjo është një nga farmacitë. Desha të them diçka, shumë shkurt. Ka musliman, se po nxjerrim këtu konkluzionin sikur gjithë muslimanët janë të kristal. Ka musliman që kanë probleme. Ka raste që thonë edhe filani është musliman, se ai mund të bëjë gabime. Unë I them këtë I nderuar Ramadan. Kur hyri në Islam, po themi si shembull, kishte 100 vese. E ndihmoi feja ti dërgoj ato deri në 50. Pa I angjëll nuk bëhet dot. Pra duhet kuptuar që edhe muslimani ai prapë nisi progres. Po flasim në për vetë, ne po flasim në jetë, njeriu është realitet. Në lidhje me abuzimet që bëhen shpeshherë me besimin, por aktorisht kemi arritur në minutat e fundit, në momentet e fundit të emisionit. Të dashur miq, ne kemi biseduar sonte me dy të ftuarit tanë mbi nevojën për besim që njerëzit kanë. Kisha të ftuar në studio sonte sociologun e njohur Gzim Tushi. Ju falenderoj për pranimin tuaj në studio. Si dhe teologun Elvis Naçi, drejtori I thirrjes në Islam në komunitetin musliman të Shqipërisë. Ju falenderoj për prezencën në studio. Të dashur miq, ju falenderoj dhe juve për ato që na ndoqët, që qëndruat me ne për mos e 50 minuta këtu në ekranin e radio televizionit Ora News. Ju le takim nesër mbrëmje në të njëjtën orë, natën e mirë dhe mirupafshim.